Një monedhë argjendje gjetur në pyll, një postim në internet dhe një arrestim që tronditi të gjithë lagjen. Stesi mendoi se gjeti pasurinë, por të nesërmen u zgjua e rrethuar nga 10 forca policie. Çfarë fshihej pas atij simboli të çuditshëm të gëndhendur në metal? Kush ishte i moshuari misterioz që i ofroi gjithçka në këmbim të heshtjes? Ndiqni historinë e pabesueshme të një vajze që nga një gjuetare thesaresh përfundoi në prangat e policisë për shkak të një monedhe që nuk duhej ta kishte prekur kurrë. Ishte një gjetje e jashtëzakonshme. Stesi nuk u besonte syve kur fshiu dherat nga monedha që sapo kishte gjetur me detektorin e saj të metaleve. Monedha dukej sikur ishte bërë prej argjendit të pastër, me një shenjë të huaj të gëndhendur në të. Stesi u ndjeh shumë krenare për gjetjen e saj. Ajo postoi një foto të saj në internet, diçka që më vonë do të dëshironte të mos e kishte bërë kurrë, sepse të nesërmen u zgjua me policinë që rrethonte shtëpinë e saj. Kjo nuk dukej mirë. Stesi sapo ishte zgjuar dhe gjëja e fundit që priste ishte të shihte policinë te dera e saj e jashtme. Ajo nuk mund të besonte atë që po shihte dhe madje mendonte se po shikonte ëndër. Por një gjë ishte e sigurt, madje edhe për të ren Stesi, kjo ishte diçka serioze. Stesi ishte mjaft e zgjuar për të menduar menjëherë për monedhën. Pas gjithë asaj që kishte ndodhur pasi gjeti monedhën, ajo e kuptoi shpejt se monedha ishte arsyeja e vizitës së oficerëve të policisë. E po, ishte shumë më tepër se thjesht një vizitë. Ky ishte një arrestim jashtëzakonisht i pazakont. Nuk ishte asgjë të pafajshme te kjo monedhë, dhe pasi e reja Stesi ishte ajo që e gjeti, as ajo nuk ishte më e pafajshme. Vetëm pak minuta më vonë, pasi pa policinë para shtëpisë së tyre, Stesi ishte në ulsen e pasme të një makine policie për të mos u kthyer më si e njëjta Stesi. Por çfarë kishte aq të çuditshme kjo monedhë? Në çfarë e futi kjo Stesin? Pse u përfshi policia? Dhe pse shkreta Stesi nuk ishte më e njëjta më pas? Para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe siguroni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende dhe shtypni atë zilen e notifikimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Dashuria dhe vlerësimi i Stesit për të kërkuar thesare në tokë nuk erdhi nga një i huaj. Ishte gjyshi i saj ai që i mësoi gjithçka. Zakonisht, Stesi shkonte në plazh për të kërkuar thesare, por pak para se gjyshi i saj të ndronte jetë, ai i tha Stesit të shkonte në pyll. Një rastësi, apo ai e parashikoi atë që ajo do të gjente. Por Stesi nuk e kuptoi vërtet pse gjyshi i saj donte që ajo të shkonte në pyll. Ajo ishte thjesht një vajzë e re që donte vetëm të gjente shumë gjëra. Kështu, ajo vazhdoi të shkonte në plazh me detektorin e saj të metaleve. Dita kur ajo përfundimisht do të shkonte në pyll ishte asgjë më pak se një rastësi që do ta kthente jetën e saj përmbys. Udhëtimi e saj i parë kishte ardhur. Plazhi ishte i mbyllur për shkak të një ere të fortë atë ditë. Ajo doli mjaft herët, habitshmërisht shumë e emocionuar të shkonte në një vend të ri. Stesi kujtoi udhëzimet e gjyshit të saj. Ai i tha të ndiqte një shteg rëne dhe të fillonte kërkimin e saj pikërisht pas një lisi të madh, dhe ashtu bëri. Stesit ju desh vetëm pak minuta para se detektori i saj të jepte sinjal. Ajo gjeti disa kupa të vjetra, asgjë të më të veçantë. Ajo i mbajti me vete pasi gjyshja e saj mund të ishte interesuar për gjetjet e saj të para në pyll. Por pastaj ajo gjen diçka shumë më interesante. Stesi gjen gëzhosha plumbash. Ishin atë paktën 5 të tyre, dhe Stesi vendosi t'i merrte, pasi donte t'i sillte në shtëpi gjithçka që gjente. Por ajo që e reja Stesi nuk vuli re, ishte se të freskët ishin atë ktha. Policia sigurisht që do t'i shikonte me interes të madh më vonë. Stesi është e etur dhe dëshiron të gjejë më shumë, kështu që vazhdon të gërmojë në të njëjtën zonë. Nuk i duhet shumë kohë për të gjetur edhe monedhën e çuditshme. Është e madhe, tërësisht prej argjendi dhe çuditshmërisht duket se është nga një kohë tjetër, ndërkohë që është ende në formën e një monedhe më të kohëve të rinjshme. Ishte monedha që do të ndryshonte jetën e të re Stesi. Stesi e merr monedhën në shtëpi. Nuk kishte njëri në shtëpi pas mbritjes së saj, që e bëri që të vendoste të ndante të paktën arritjen e saj me internetin. Ajo kishte një faqe në internet posaçme të dedikuar për gërmimet dhe gjetjet e saj. Ajo ishte mësuar me disa reagime, por jo të bëhej virale. Së shpejti do të kuptonte çfarë do të thoshte të bëhej virale. Fillt pas postimit, Stesi bën një dush për të ngrohur nga dita e ftohtë në pyll. Ajo merr diçka për të ngrënë para se të kontrollojë telefonin e saj.
Duke pritur disa pëlqime apo komende, ajo kthehet te telefoni i saj vetëm për të shifte se postimi i saj ka shpërthyer plotësisht. Çfarë do bënit ju nëse do të gjenit një monedhë të vjetër prej argjendi? Do e dorëzonit në polici apo do ta mbanit si kujtim? Na tregoni në komende dhe mos harroni të bëni like videon për të parë se si mbaron historia e Stesit. Stacey fillon të shikoj komentet, por nuk di as ku të shikoj më parë, pasi është e mbushur me njerëz të panjohur që komentojnë. Reagimet janë të gjitha në gjuhë të ndryshme dhe shumica e profileve duken anonime. Pastaj një nga komentet i bie në sy Staceyt. Është nga një i moshuar që i ofron Staceyt gjithçka që ka në këmbim të monedhës. Stacey nuk beson atë që po lexon. Burri ka një kërkesë. Stacey duhet ta fshinte këtë postim dhe të mos i tregonte askujt për të. Stacey pyet veten se çfarë ishte aq e veçantë për këtë monedhë. Pak kohë pas kësaj, Stacey dëgjon nënën e saj që vjen në shtëpi. Ajo vrapon menjëherë poshtë, e etur për t'i treguar për gjithçka. Nëna e saj mezi dëgjon, pasi është shumë e zënë duke mbajtur ushqimet. Stacey e ndihmon shpejt atë, dhe pasi mbarojnë, ajo i tregon nënës së saj postimin e saj. Por diçka ka ndodhur me postimin e saj ndërkohë. Postimi i Staceyt është fshirë, nuk shihet asgjë kundi. Kush mund të ishte përgjegjës për këtë? Ishte e pamundur që ajo të kishte shkelur udhëzimet, pasi dukej si një postim i pafajshëm. Megjithatë, pjesa më e keqe ishte se nëna e Staceyt e kaloi me të qeshur si një fantazi fëmijësh. E po, qëndrimi i nënës së saj do të ndryshonte sapo shtëpia e tyre të rrethohej nga policia. Stacey kthehet në dhomën e saj dhe fillon të shikojë llogarinë e saj në internet. Ajo është ende aktive. Ishte vetëm postimi i saj që ishte fshirë. Ajo lundron nëpër fotot e saj të tjera të monedhave, të cilat i mbante me krenari së bashku në një album. Pastaj ajo vëren diçka. Ajo sheh se llogaria e të moshuarit shfaqet edhe në postimet e saj të tjera të monedhave. Ai nuk ka komentuar në to, por i ka pëlqyer të gjitha. Pavarësisht moshës së saj të re, Stacey nuk është naive. Ajo e kupton se të pëlqesh diçka dhe të ofrosh gjithçka që ke për të zhdukur postimin është diçka krejt tjetër. Megjithatë, ajo sigurohet që ta mbajë këtë llogari në mendjen e saj. Bie nata dhe Stacey tani po lodhet. I moshuari është ende në mendjen e saj, kështu që Stacey ndjehet e etur t'i tregojë dikujt për këtë. Nëna e saj, megjithatë, nuk do ta besonte gjithsesi, mendon Stacey. Kështu Stacey vendos të shkojë në një drejtim tjetër për të kënaqur kuriozitetin e saj. Ajo bën diçka të rrezikshme. Stacey shton profilin e të moshuarit, dhe jo vetëm aq, ajo vendos t'i dërgojë edhe një mesazh. Ajo i dërgon një thjesht përshëndetje. Ajo e lë telefonin më njan, duke pritur të marrë një përgjigje deri në mëngjes, dhe një përgjigje ishte ajo që mori, duke përfshirë të gjitha pasujat që erdhën bashkë me të. Pasi i tha nënës natën e mirë, Stacey shkon në shtrat. Të nesërmen, në mëngjes, ajo zgjohet dhe kontrollon telefonin e saj. Postimi i saj është ende i fshirë, por ajo ka marrë një përgjigje nga i moshuari. Ai kishte shkruar Staceyt vetëm pak minuta pas mesazhit të saj. Natën e mirë dhe paq fat nesër. Do të duhet, ti kriminal i vogël. Stacey nuk ka shumë kohë për të kuptuar se çfarë mund të kishte menduar i moshuari me mesazhin e tij. Ndërsa shikon nga dritarja, ka shumë makina policie në rrugën e tyre të shtëpisë dhe ka një grup oficerësh që rrethojnë shtëpinë. Stacey i bërtet nënës së saj të zgjohet. Nëna e Staceyt hyn brenda. Vetëm një minutë më vonë, ajo duket e shqetësuar. Çfarë është, e dashur? A jeni? Ajo tha i sheh policin para shtëpisë së tyre. Ajo nuk e di se çfarë sheh, por si Stacey ashtu edhe nëna e saj nuk kanë kohë ta tresin këtë surprizë të hërshme. Dërsa u thohet të hapin derën e jashtme, oficeri drejtues hyn brenda. Ai me vendosmëri kërkon një vajzë që quhet Stacey. Stacey përshkëron dhe i thot oficerit se emri i saj është Stacey. Ndërkohë, nëna e Staceyt vazhdon të kërkojë një shpjegim, ai i thot asaj dhe Staceyt se nuk ka opsion tjetër veç t'i dërgojë në stacionin e policisë. Në çfarë u futa e vogla Stacey? Stacey Trima nuk mund të kontrollojë më veten dhe shpërthen në lot. Nëna e saj përpiqet ta qetësojë dhe vazhdon t'i thotë se kjo është e gjitha një gabim i madh. Së bashku, ato hynë në autovjetin e policisë dhe transportohen menjëherë në stacionin e policisë. Pak pas mbritjes së tyre, ato më fund morën disa informacione. Ishte i moshuari ai që i kishte ngritur kurth vogëlushe Stacey. Monedha ishte jashtëzakonshme e rrallë dhe e vjedhur së fundmi. I moshuani ishte në dieni të kësaj dhe u përpoq ta blinte dhe ta fshinte nga interneti para se policia ta zbulonte. Sapo e mori vesh se ishte të pretur të vonë, ai ja hodhi fajin asaj. Stacey lirohet menjëherë dhe edhe merr një shpërblim mbretëror si gjetse e monedhës. Mendoni se gjyshi i Staceyt e la monedhën aty qëllimisht apo ishte thjesht fat? Na tregoni mendimet tuaja në komente.